U festua dita e traditës shqiptare në New York, në Kensico Dam Plaza, në Valhalla, në New York, qendra kulturore Nën Tereza Famullis, Zoja Shkodrës dhe Zoja e Parqeve të Qarkut të Westchester organizuan festën e përvitshme të nderimit të traditës të trashëgimisë kulturore shpirtërore shqiptare në Amerikë, me pjesëmarrjen e shqiptarëve nga disa shtete të Amerikës, artistët, grupeve kulturore, shoqatave patriotike, aktivitetin pres lënës patriotik, kulturor, sportiv, social e komunitar, adëtar shënoi një sukses të madh jo vetëm për bashkimin e shqiptarëve, por të shpalosjes së vlerave tona më të shtrenjta kombëtare. Në kujdesin e veçantë të Dom Pjetër Popaj, famultarit Kishës Katolike Shqiptare, Zoja Shkodrës dhe organizatorit Frank Çota e Festivalit Traditës të Trashëgimisë Shqiptare në Amerikë, vjen pas viti si një sukses shqiptar, si një traditë dhe pasuri trashëgimi identitare kombëtare që ruhet në mënyrë shkëlqyer për shqiptarëve të Amerikës. Këtë vit festa e traditës shqiptare u shoqërua me performanca nga artistët Indrit Milka, Emina Bushi Lleshaj, DJ Geni Hotaj, grupi Rosafati, shoqëria kulturore artistike Kelmendi, ansambli folklorik Autotkon Rogova dhe qendra kulturore shqiptare Amerikane Struga, të cilët gëzuan dhe argëtuan pa mas të gjithë pranishmit. Me pjesëmarrjen e gjithnjëherë masive të bashkëtetarëve tanë, aktiviteti adëtar kërshëtoi në vetvete kulturë, traditë, sport, muzikë, piknik, këngë valle shqiptare e tjerë.